Kemi një problem teknik me sa duket. Po zoti Pajezditi. Kishim një ndërprerje të shkurtër. Po. Duhet marrim një element tjetër. Nuk je rastësisht të politikën e Kosovës, ke mbajtur poste shumë të rëndësishme, ke drejtuar ministri, je edhe shumë i angazhuar edhe sa i takon çështjes së PDK-s dhe Partisë Kutia aderon. Kur e sheh ku është politika e Kosovës sot? Ku e sheh ku është qeverisja me Albin Kurtin? Kur bën një përqasje si ka qenë si është, apo si e ka perspektivën në vim si Kosova? Të vjen keq që jeni të, më themi, me sanksione nga Bashkimi Evropian, me një raport thuajse inekzistent me ato që u ka mbështetur më shumë me SBA-n, por edhe një, më themi, raport distant, të ftohtë, të krisur me Shqipërinë. E bëni gjithmonë fajtor Albin Kurtin, apo këto janë rrethana që e sollën Kosovën këtu dhe pa dashur gjejmë fajtorin, po mundohemi për më mirë që Kosova të ecë përpara në rrugën e saj? Shikosh, personalisht në këtë pyetje nashta po pretendoj, po duhet përgjigjem jo si një pjesë politike, sepse ne që jemi të përfshirë, pastaj cilat do prej gjykimeve tona duhet të merremi para gjykim, pavarësisht se në palë jemi. Po duhet të them që personalisht nuk do ta kisha besu kurrë që 25 vjet pas përfundimit luftës në Kosovë, një lufte të gjatë, të vështirë, e cila nuk do të përfundonte pa aleatet, pa një lidhje të luftës sonë çlirimtare me forcat progresive ose ata që dëshironin të përfundonin drejt ky proces pa ndikimin e tyre. Nuk do ta besoja që 25 vjet pas kësaj ne do të mbeteshim të izoluar në sanksione. Dhe kjo kujt tjetër t'i adresohet. Nuk ishte një forcë e tretë e katërt që erdhi te ne na drejtonte vendin tonë. Pas asaj që ka qenë administrimi përbashkët me BE-n, ne kemi marrë timonin plotësisht si Kosovë në duart tona, është në përgjegjësinë e qeverive tona, gjithçka që ka ndodhur këto vitet e fundit. Dhe natyrisht që qeveria edhe zoti Kurti janë përgjegjës për këtë kurs i cili e ka degraduar Kosovën në këto marrëdhënie të çrregulluara dhe siç e përmendet ju, kulmi nashta është me Shqipërinë, për më tepër krejt që është bën me një një propagandë që të vinte në pushtet kjo qeveri, ndoshta pjesa më e rëndësishme ishte ajo që lidhej me integrimet shqiptare, me bashkimin e kombit e tjerë, dhe kemi degraduar në një pozicion ose një diçka që nuk ka fare kuptim, po mendoj që edhe kjo pavarësisht që sjell dëme janë të kalueshme sepse qeveritë ngrohen, por ajo që ka mbetet me dëme të mëdha është ajo relacione që i ka ndërtuar ose që i ka degraduar në fakt deri në këtë mas me BE-n, me sanksionet dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Praktikisht Kosova do të duhej, edhe do të mundte, edhe do të ishte e drejtë, po edhe do të ndodhte siç kishte ndodhur më herët. Të ndodhte e kundërta. Pra, nëse Kosova do të lidhej afër me partneritet me BE-n dhe SBA-n, jam i sigurt që Serbia dhe pala tjetër do të gjendej nën sanksione dhe nën kufizime. Dhe tash nuk jemi në atë pozicion, tash është e kundërta. Pse po them do të ndodhte ndryshe? Sepse historia e jonë më e re ka treguar ndryshe. Prej kohës së para luftës, prej konferencës së famshme të Rambujës, ku ne ende nuk kishim përjetuar pas mund të quhet sheku, jo dekada, një si tush parafrim me perëndimin në masën e tillë, në atë kohë ne krijuam këto relacione dhe erdhi deri te mbështetja e NATO-s, deri te bombardimet e famshme. Pastaj më vonë në bisedimet për të na krijuar rrethana që ta shpallin pavarësinë në Vjenë, ne u ofruam dhe koordinuam dhe partneriteti ynë ishte i ngushtë, ishte njësh me SBA dhe me BE-n dhe ne në mënyrë të koordinuar shpallëm pavarësinë e Republikës Kosovës. Dhe në fazën më të rëndësishme ku ne duhet të krijojmë rrethana që ta mbyllim procesin me Serbinë dhe të krijojmë rrethana për integrimet në BE, ne kemi izoluar vendin tonë. Më drejt thënë kjo qeveri ka izoluar veten sepse
jam i sigur që populli i Kosovës dhe shqiptarët nuk do t'jenë kur të menjanuar dhe të izoluar nga perëndimi, sepse do të dinë gjendë drejtuesit e tyre. Kjo fazë ku po ecë Shqipëria shpejt në integrime, ndoshta do të na me inercion do të na tërheq edhe ne, jam i sigurt, por ajo që ka po ndodh janë vetëm copëza të shëmtuara të procesit në cilat ka degradu fatkeqësisht vendi im Kosova, jam i sigurt që kjo do të ndryshojë shumë shpejt. I qartë. Një pyetje të fundit sa i takon vendoreve, i kënaqur me pozicionimin e Partisë Demokratike në vendet ku ka shkuar apo komunat ku ka shkuar në balotar, si e ke pritshmërinë për balotazhet në rang kombëtar që do të vinë për pak ditë? Po patjetër, shikoni, ajo që duhet me thonë këtë proces është Kosova ka bërë një përvojë për lakmi në proceset elektorale zgjedhore. Pra, po kemi zgjedhje Kemi një problem teknik me së duket. Të pranuara dhe kjo është një e kemi arritë edhe po shpresojmë që të mos e humbim. E dyta, ne si parti kemi pas vështirësitë tona pa ata që janë lider historik, edhe këto vitet e fundit kemi kalu me vështirësi, po kemi një proces të mirë, një leadership të ri, kemi emra me përvojë në politikën tonë si parti dhe kemi arrit një ngritje. Pra, ende jemi partia e parë me numrin e asamblezëve, pra në proceset lokale zgjedhore dhe numrin e komunave, po shpresoj në fazën e dytë, siç kemi dalë në para 4 vitesh. Pra, ka e mbajmë pozicionin realisht të fuqishëm në zgjedhje, po shpresojmë që edhe në ciklin tjetër të zgjedhjeve qendrore që po shihet po na imponohet që do të vinë më shpejt, të dalim parti fituese. Po jam i sigurt që qytetarët e Kosovës po e presin një farë mënyre atë periudhën ku Partia Demokratike i zhbllokon proceset, merr vendime jo vetëm të rëndësishme për momentin, por edhe vendime historike. Ka ardhur koha që ne këto suksese tashmë të ngrisim në një fazë tjetër. Këto zgjedhjet lokale ishin të mira, mbase ndoshta nuk ishte krejt ajo që kemi pritur, po i kemi mbajtur komunat tona, i kemi rritur numrin e votave, ndjeshëm, dhe po besoj që ky sukses do të vazhdojë edhe me zgjedhjet qendrore. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi që ishe këtu me ne, zoti Pajaziti. Ishte kënaqësi, po ashtu, faleminderit shumë. Shkputemi për pak momente, pjesën tjetër të programit do të flasim për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, por edhe për situatën në vend.